Mirë, fillojmë më gjerësisht, do të kemi një intervistë drejt për drejt me kreun e LZHK-s, politikanin e njohur Dashamir Shej, mbi situatën politike në vendin ton, por jo vetëm edhe për propozimin tashmë të socialistëve, një propozim i cili do të jetë edhe për konsultim publik për referendumet në vendin ton dhe patyshim do të flasim gjithashtu edhe për opozitën, për protestat e Partisë Demokratike dhe për garën që opozita ka për kreun e ri të partisë, ku deri tani vetëm zoti Berisha pra është kandidat, ndërkohë që edhe zoti Saljani, i cili ka shprehur së bashku me zonjën Kokalari ambicien për të kandiduar, por që me shumë mundësi pra kandidimi i zotit Saljani mund të bëhet i pamundur, pasi siç janë shprehur vetë drejtuesit e Partisë Demokratike, ai nuk është antar i kësaj force politike. Gjithsesi betejë në opozitë pritet të jetë e ashpër. Zoti Shej, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Zoti Shej, ju në fakt, mos gaboj, mund të më korrigjoni, në 2024 ju keni paraqitur në fakt një projekt ligj për sa i përket referendumeve, nga pra të drejtën për referendum. Sot është me 50.000 firma dhe në atë kohë ju keni thënë me 10.000. Socialistët kanë hedhur iden tashmë të referendumeve. Si e shikoni këtë propozim? Shiko, ne kemi vite, këto punë të shifrave që thoni ju nuk janë fort sakta, se nuk janë aqë. Ne kemi propozuar 20.000 për çështjet lokale, pastaj ka shifra tjera atje, po gjithsesi ligji është në parlament, ka mbet deri në komision e ligjeve, atje do ishte majoranca së kohës patën më interes për punë atje, por ne mendojmë kontribut për këtë punë. Kështu që unë e mirë pres për një ligj për referendum që vetë. Edhe gjykatës pozitive, si prapa kësaj, në politikë, interesat tjera, kjo është çështje që hajde ta diskutojmë. Po gjithsesi edhe nga kjo kohë e keqe, qofse Shqipëria përfiton një ligj për referendumet është gjë e mirë. Edhe jemi gati të japim kontributin tonë për ai sa dinë ata. Qofse do marrin modelin tonë që kemi paraqitur atje, është goxha e mirë, sepse është bërë me ekspert. Është bërë siç e bën bota, se s'ka pse bëjmë shpinje ne. Siç e ka bota, do kemi edhe ne një ligj për referendumet, sepse drejta e referendume është kushtetues e Shqipërisë, që nga viti 98. Mirë, nuk është zbatuar asnjëherë, se s'ka një ligj për ta bërë të zbatueshëm në Shqipëri. Gjithsesi, socialistët me shumë mundësi, socialistët do të hedhin në referendum edhe për ndryshimin e kushtetutës. Po sigurisht, ora unë po them, referendumi shërben për shumë gjëra dhe për çështjet lokale. Ne këtu, si LZHK, këtë që shikoni nga mbrapa, kemi vite që kërkojmë ndryshim kushtetues, ndryshim të sistemit zgjedhor dhe të gjithë ligjeve që vinë përpara sistemit kodet drejt të zgjedhjeve. Ndryshim të ligjit për administrimin e territorit, jo thjesht për ndarje territoriale, por për kompetencat që duhet marrin pushtetet lokale si themel, si esencë e demokracisë, për zbatu kartën europiane të pushteteve lokale. Do të thënë, këto tre temat mëdha. Mirë se vjen edhe tema për çështjet referendare, që të thash të fiksuar e kemi kushtetutë të zbatueshme asnjëherë. Atje, kështu që gjykoj që s'ka asnjë kundërshti midis kësaj propozimit ton për ta ndryshuar të gjithë arkitekturën institucionale, kushtetuese institucionale e Shqipërisë, të prishim marrëveshjen famkeqe të 2008-s, Rama Berisha, e cila ka dhunu demokracinë në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve, dhe të rindërtojmë një shtet. Tash sa zot jemi zot për ta bërë këtë punë, se protagonistët po ato janë. Berisha dhe Rama. Por unë gjykoj që ky ligj i referendumit është një shans që gjithë, sidomos opozitarët, të thonë idetë e veta, propozimet e veta, të bëjnë betejën e vet për këtë çështje. Për te numrave që ka Partia Socialiste, për këto si ndryshojmë dot ne. Por ama atë që pretendojmë ne si popull opozitar, për të qenë e mira për Shqipërinë, këtë drejtë e kemi dhe s'kam pse
Na e mojnë. Po, zoti Shej, te referendumi për ndryshimin e kushtetutës, se socialistët kanë paraqitur 3 apo 4 kategori referendumesh. Zoti Rama ka paralajmëruar për shembull uljen e numrit të deputetëve dhe për ta bërë këtë i duhen votat e opozitës. Me këtë iden për ndryshimin dhe për futjen e referendumit dhe ndryshimin e kushtetutës, ai mund t'i bëj pa votat e opozitës. A fshihet kjo pas? Qoftë se i bën edhe pa votat e opozitës, s'ka nevojë për referendum, se i bën parlament, se jemi të shkruajtur në kushtetutë. Por unë them që të merren me ligjin për referendumet se ka vlerën e vet. Por ne ata që kemi përcaktuar skaletën tonë politike që duhet ndjeki opozita shqiptare ku e konsiderojmë pjesë veten. Ndryshime kushtetuese, ndryshim të ligjit të zgjedhor, ndryshim të ligjit për administratët lokale për ndarjen territoriale. To janë 3. Pastaj mirë se të vijë dhe ky ligj tjetër për referendumet. Zoti Rama po desh ta bëjë në mënyrë abuzive, mund t'i bëjë në parlament, se shumica e votave praktikisht i ka gati aty ku i mrrihen për kushtetutën. Por unë them që ky ligj opozita duhet bëjë propozimet e veta për të mos u kthyer në një lloj mjegullnaje në këtë kohë të turbut për këtë majorancë. Sepse Rama mund të ketë dhe qëllimin që po hull disa shashka, jo po bëjmë ligjin për referendumet, jo duam të ndryshojmë numrin e deputetëve, duam të ndryshojmë atë të bëjmë senatet, ka shumë nga këto tezat me të cilat në këtë kohë të vështirë që ka Shqipëria, në këtë lloj turbulencë, harrojnë gjërat kryesore dhe fillojnë me merren me këtë. Jo se nuk janë